efekti i Vjosa Osmanit nuk lejoj që LDK-ja të degradonte në shkamenduar të pritshme nga gjitha palët dhe nga grupet brenda të rreth 9 apo 10%, të ishin sondazhet e para, por LDK-ja u mbajt me një rritje relative. Sigurisht efekti i Vjosës në kohë ishte pamundur të rekuperonte këtë fushat të gjatë të gjerë që nuk ka filluar në këtë zgjedhje, ishte filluar shumë para këtyre zgjedhjeve, që nga dhjetori, që nga përpjekja për mocion për rëzimin e kryetarit disa muaj më parë. Pra ishte në vimësi. Sigurisht të rekuperoi rezultatin, nuk lejoj që LDK të përfundonte në shifrat e apokalipsit elektoral, por suksesi mbeti ende disa hapa larg. Sot, një grup brenda LDK-s po mundohet të korë këtë vërimtari, po të themi, sabotuese të fitores, po ta themi sot. Pra duke demotivuar, duke projektuar dështimin elektoral LDK-s, për të gjetur një motiv pastaj për të rrëzuar lidershipin e LDK-s dhe për ta marrë lidershipin një grup tjetër. Jo thash, si do të shkojë kjo histori, nuk është në favor LDK-s, të tjerë përfitojnë nga kjo histori brenda LDK-s. Janë depozituar disa firma për thirrje të një kuvend të jashtëzakonshëm. Lidershipi aktual e ka pranuar, po jo them që ka patur 10 mënyra statutore apo procedura burokratike që kjo të mos bëj, ose të shtyhej, ose të vënohej. Nuk ka ndodhur kjo gjë. Lidershipi aktual ka pranuar ta përballë të sfidë. Dhe pritet që të shpallët dita e një kuvendit të zakonshëm për votbesimin apo jo të kryetarit Abdi Xhiku. Nuk e di se si kur do të ndodhë, nuk e di se si do të ndahen, por di që si do të ndahet kjo histori, dëmi i madh i është bërë LDK-s. Kush ka ambicie, zoti Çollaku, për ta marrë drejtimin e LDK-s përballë zotit Abdi Xhiku? Do të thënë, kush është ky grup edhe i atyre që kanë firmosur për të kërkuar këtë kuvend për të votbesuar pastaj apo jo zotin Abdi Xhiku apo dikë tjetër përballë tij? Grupi identifikohet lehtë, janë të gjithë pjesë e një historie LDK-s, ku LDK-ja mbase bëri një ndër fallet më dha në historinë e saj, që e ktheu nga një LDK të Ibrahim Rrogovës, që ishte partia e parë dominuese absolute në vend, një parti që lufton të mbajë vendin e dytë dhe të tretë, po pse jo projektohet më poshtë. Është grupi që nuk e paragjykoj në kohën kur ka ndodhur, por është grupi që u ndjen mirë në një bashkëqeverisje me partinë rivale historike të LDK-s, që është PDK-ja, apo si thonë zoti Thaçi. Një grup që ndonjëherë funksionon brenda LDK-s si një shtojcë e PDK-s. Dhe patjetër ky konflikt brenda LDK-s i vjen interesit politik të PDK-s në këtë rast. Pra, sabotimi i çdo lloji marrëveshje për institucionet, apo më më tej, sabotimi një marrëveshje bashkëqeverisë eventualisht midis LDK-s dhe LVV-s i intereson forcës tjetër opozitare, rivalet historike LDK-s në fakt, dhe këtij grupi që me sa duket më shumë patjetër dhe interesat drejt për drejta për të marrë kontroll LDK-n, por nga pikpamja strategjike politike i blen shumë lojës PDK-s. Kjo është historia thënë pas një lloj mbulese diplomatike apo zbutse, sepse mendoj që tepër kur është tepër, është tepër. Mendësia apo strategjitë që sabotojmë partinë në zgjedhje, që pastaj të rrëzojmë leadershipin dhe të marrim kontrollin dhe pastaj të bëjmë llogaritë tona, mund të funksionojë, me sa duket diçka ka funksionuar në këtë rast, por është absolutisht e dëmshme për forcën LDK duhet dalë dikush të ketë fuqinë ta pres me shpatë gordiane këtë lojë, sepse kjo lojë nuk mund të vazhdojë e tillë. Është një histori që zgjat prej dekadash në LDK, nuk bëhet fjalë vetëm për rastin e sotëm, dhe pikërisht kjo lojë që ku ambicia personale mbyt interesin e përgjithshëm të subjektit politik, e ka tkurrur LDK-n, e ka pozicion e cili nuk është në fakt ai që qytetarët e Kosovës edhe duan LDK-n, por dhe ja japin simpatinë. LDK-ja, partia Rrogovës, nuk përfundoi forcë tretë për shkak të llogarive, për pushtete personale të disa individëve apo grupe individëve, qofshin këto kur janë pakicë, qofshin edhe kur janë në shumicë. Kjo ka qenë loja që ka ndodhur prej dekadash dhe ky skenar po zhvillohet edhe sot. Si vlerësoni ju se shumë kritika ka pasur në rrjet, por edhe vlerësime për faktin që Lumir Abdi Xhiku pranon të mbledh këtë kuvend të jashtëzakonshëm për të provuar edhe një leadershipin e tij me vot, por nga ana tjetër thotë ndërpres këtu bisedimet dhe negociatat me Albin Kurtin për formimin e institucioneve qeverisëse në vend, sepse mandati im është në diskutim. Sa flet ky moment për leadershipin e vet zotit Abdi Xhiku?
është një akt jashtëzakonisht civil, do të thoja, shumë konstruktiv. Ju a them që si procedurë politike apo burokratike, statutori DK-s ka patur Abdixhiku mundësinë ta zgjas, ta zvarrisë edhe një 5-6 muaj të tjerë këtë proces. Ju garantoj këtë gjë. Ndërkohë, mund të kishte patur dakordsi paralelisht besoj me Kurtin, të kishte marrë diçka nga pushteti dhe të ishte pjesë e qeverisë. Sigurisht, pra mund ishte zgjedhur ky skenar, pra që mbyllim marrëveshjen nëse do të kishte marrëveshje me vendosjen, marrim pushtetin, pozicionohemi dhe pastaj hajde të bëjmë zgjedhje në parti, duke qenë jo vetëm kryetar opozitë, por duke qenë mbas edhe pjesë e rëndësishme e qeverisë. Nuk e bëri Lumiri këtë, nuk e zgjodhi këtë rrugë, kishte çdo mundësi procedurale, por ja them, ta kryente. Dhe unë nuk e di dorën zemër personalisht nëse ka bërë mirë apo gabim, por sigurisht ai ka qenë vendosur që ta ballafaqojë më njëherë dhe shpejt një herë mirë këtë histori, por shpresoj ky ballafaqim do të mbyllë kësaj historie. Pra, kjo do të jetë hera e fundit që LDK-ja zhytet në qershokake të tilla për llogarira pushtetit të brendshme. Në rast se LDK-ja vendos që një grup që kërkon ti bashkangjitet përjetësisht partisë së Shemthaçit, është e mirëpritur, le ta kryen, por LDK-ja e Rrugovës nuk do të jetë më. Në rast se LDK-istët kërkojnë një parti që të jetë në trashëgiminë e Rrugovës, një parti thelbësore, balans pushteteve në Kosovë, ka në rrugë tjetër. Kjo histori do ndahet kur të mbahet ky kuvend. Dhe më thënë të drejtën, Abdixhiku nga pikpamja politike, zgjodhi ta ballafaqojë më njëherë këtë gjë, të mos ta zvarrisë, të mos i fshihet, edhe pse vetëm para 3 muajsh u ballafaqua me 4 muajsh u ballafaqua me një vot besim të tillë, po fitoi. I rindodh. Prap i rindodh edhe pas zgjedhjeve që masivisht ju sabotuan apo u dëmtuan nga brenda. Unë kam bërë një kandidim simbolik në ato zgjedhje dhe jam dëshmitari i këtyre proceseve, kam parë mesazhe me sy ku nga eksponent lart të LDK-s nxiteshin njerëzit dhe LDK-s mos dilin të votonin, ose të mos votonin këtë apo atë. Domthonë kjo ka qenë pa pranueshme. Sigurisht në fushat nuk kemi mundur ballafaqojmë këtë debat, por kjo ka qenë e vërtetë. Mesazhet janë masive. Kështu që çdo kush e din Kosovë çfarë po ndodh. Lumiri zgjodhi ta ballafaqojë shpejt dhe më njëherë këtë gjë, mbase është mirë, mbase është keq. Në vlerësimin tim, duke mësuar pak dhe nga këto lëret politike të Tiranës, do kisha bërë një zgjidhje që realisht jepja një mësim gjithë këtyre që tentojnë këto gjëra, por në Kosovë ka një lloj idealizmi, dhe në LDK ka një lloj idealizmi, dhe po besoj që është një zgjedhje shumë idealiste në kuptimin që ndahemi në rast se kjo është mënyra atëherë secili rrugën e vet, por LDK sot do përcaktoj. Do jetë një shtojcë PDK-s apo do jetë një parti e cila do të përcaktoj pushtetet, balans, siç ka qenë modeli përjetshëm, ose siç besojmë dhe presim qytetarët e Kosovës. Kjo është historia. Ju e njihni shumë mirë Vjosa Osmanin, edhe mënyrën se si ajo vepron politikisht përtej rolit si presidente e Republikës së Kosovës.